Një nga kompanitë më të mëdha konsulente që bashkëpunon me Bashkimin Evropian, IBF International Consulting, është pezulluar nga Komisioni Evropian, duke hapur një kapitull të ri problemesh për një firmë që ka përfituar qindra miliona euro nga kontrata të ndihmës për zhvillim. Çështja ka rëndësi të veçantë edhe për Shqipërinë, ku kompania ka zbatuar projekte të lidhura drejt për drejt me procesin e integrimit evropian. Sipas dokumenteve të siguruara nga Follow the Money dhe IRPI Media, Komisioni Evropian e ka ndaluar IBF në fillim të dhjetorit për pjesëmarrje në tenderat publik të BE-s për një periudhë 2 vjeçare. Kompania me seli në Bruksel ka qenë angazhuar në projekte të shumta në vendet në zhvillim, përfshirë përgatitjen e administratës shqiptare për procedurat dhe burokracinë e Bashkimit Evropian. Në letrën e komisionit nuk jepen detaje konkrete për arsyet e pezullimit, por përmendet sjellje e rëndë profesionale në lidhje me një kontratë të madhe të BE-s në fushën e politikës së jashtme. Në të njëjtën ditë kur ndalimi hyri në fuqi, më 9 dhjetor, drejtori ekzekutiv i IBF-s, Frederik Andre, u ka komunikuar punonjësve se masa lidhej me 2 tender të BE-s për projekte në Moldavi. Skandali ka krijuar efekt zinxhir edhe te kompanitë të tjera konsulence që kanë bashkëpunuar me IBF-n, të cilat po shqyrtojnë ndërprerjen e marrëdhënieve me këtë firmë. IBF ishte pezulluar edhe në vitin 2020 nga Komisioni Evropian pasi u zbulua se kishte përdorur informacione të rrjedhura për të manipuluar procesin e prokurimit publik të BE-s dhe për të fituar kontrata. SPAK në Shqipëri ishte e para që hetoi IBF-n për shkelje të dyshuara të procedurave të prokurimit dhe pastrimit të parave në vitin 2020. Në vitin 2022, SPAK nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me EPPO-n në fronte të ndryshme dhe hetimi që filloi në Shqipëri tani po trajtohet nga zyra e prokurorit evropian kundër korrupsionit. Kompania ka konfirmuar se ka kundërshtuar vendimin e Komisionit Evropian në gjykatën e përgjithshme të BE-s, duke argumentuar se masa ngresh shqetësime juridike dhe proporcionalitetin e saksioneve. Ndërkohë, Komisioni Evropian ka refuzuar të japë detaje shtesë, duke theksuar se procedurat e sistemit të hershëm dhe të zbulimit dhe përjashtimit janë konfidenciale dhe synojnë mbrojtjen e interesave financiare të bashkimit. IBF është themeluar në vitin 1977 dhe ka qenë për dekada një nga partnerët kryesorë të Komisionit Evropian, veçanërisht në Ballkan, përfshirë Shqipërinë, ku ka ofruar asistencë për qeverisjen, administratën publike dhe reformat institucionale. Vetëm në periudhën 2014-2024, kompanitë të lidhura me IBF kanë përfituar mbi 358 milionë euro nga kontratat të Komisionit Evropian. Megjithatë që prej vitit 2020 kompania përballet me presion të vazhdueshëm ligjor në disa vende, përfshirë Shqipërinë, Belgjikën dhe në nivel evropian, duke vënë në pikë pyetje rolin e saj në projektet e financuara nga fondet e BE-s dhe ndikimin e tyre në procesin e integrimit të vendeve kandidate.